She's on Air, jemi në panairin e librit 2025 dhe sot kemi ardhur për të parë të gjitha botimet e reja, për të takuar autorët nga afër, për të parë gjithë sfidat që ata mund të kalojnë gjatë shkruarjes së një libri dhe jam bashkë me Engine. Sot do të zhvillojmë intervista të ndryshme jo vetëm me autorë të famshëm, por edhe me qytetarë të ndryshëm, ku do t'i pyesim ata se sa kanë lexuar këtë vit, çfarë librash kanë bler dhe do t'i vëmë përballë disa pyetjeve pikante. Vetëm ti ta bësh këtë, sidomos kur vjen fjala për librin. Kështu që hajde. Andishni. Jam kuriozer për librin e Heitit. Pasi të mbaroj panairi, do doje ta pije një kafe me Heitin? Patjetër. Po Heiti është shumë e zënë. Ta blesh librin e saj? Nuk e di ta shoh njëherë nga afër. Heidi Baci, ka shkopa të parë në televizor dhe tani po të shohim në panairin e librit. Si është kjo eksperiencë për ty, se është hera parë? Është eksperiencë ndryshe, jam shumë e lumtur, kam shumë satisfaksione sepse jam në kontakt me njerëzit live, domethënë mund t'i përqafoj, mund të kënaqem me vlerësimin e tyre dhe shkëmbejmë ide. Një koment tipik që të ka ardhur dhe do të ngelet gjithmonë në mendje nga një lexues. Po tani më vjen zor se më duket sikur Hajde, që vlerësojnë mënyrën e shkrimit tim, patjetër, i pëlqen vlerat që unë transmetoj. Heidi, për kë mendon ti kur shkruan? Domethënë çfarë është ajo që ty të frymëzon për të shkruar? Eventet e jetës edhe realiteti. Se për te i fakti që unë pastaj mund t'i kamufloj me elemente natyre, siç edhe kam thënë një herë në një jask, gjithmonë janë të bazuar në gjëra që kanë ndodhur ose evente reale të jetës time ose çfarë shoh ose evente që shoh tek të tjerët. A e duke planuar tani me një libër tjetër? Po, Kur do kemi neve mundësinë ta kemi pjesë tonë? Poezi nuk do e lë, e kam thënë, por që mund të jetë një roman, si gjithmonë fantasy, por ndryshe. Kështu që Po në televizor kur do të shohim prap? nuk e di këtë. Ka larguar libri nga televizioni, po të pëlqen pak më shumë kjo ideja të qenit një shkrimtare? Me përkëdhel kjo gjëja, por jo, më pëlqen njësoj edhe televizioni, kështu që nuk i ndaj dot, i ndi afër të dyja, kështu që të shohim. Kush këlqen më shumë Heidi, në televizion apo në libër? Po janë dy gjëra shumë të ndryshme. Edhe më duket sikur tani Kjo është e vërtetë që janë të ndryshme dhe pikërisht se janë. Heidi, kur takon fansat e saj, fillon të skuqet, e kapi çik baba. Nuk e di se si. Dhe është shumë interesante që një vajzë që është pjesë e televizionit në të njëjtën kohë e kap bicikletë. Jo, po unë e kam thënë këtë gjën, sepse kamerat nuk janë njëjta gjë si njerëzit e real. Domethënë nuk e ke psikologjikisht aty njeriu që të thotë gjëra dhe unë jam i çik kështu. Çfarë të ndihmon ty të shkruash? Dashuria patjetër, po. Është pjesë e jetës dhe ajo. Po pra, të gjërat natyrale. Po, patjetër. Ka shumë fantazi brenda. Shumë, po. Si ka raportet e Heidi tani me dashurinë? Nuk besoj se as e intereson me të drejtën njerëzve që më ndjekin. Si intereson me vërtet kishit ti vetë. Nuk me ato vërtet duan të shohin artin tim. Ç'ishte kjo Një artin tim. Ju lutem shikojeni Heidin nga arti këto kohë. Ju lutem. Tani po tregon vetëm dashurinë për librin, pra. Po, dashurinë për librin, për njerëzit, për punën, po. Jam në humor të mirë, kështu që. Okej, ishte shumë kënaqësi. Edhe Heidi për është shumë e mirë dhe shpresoj që të lexoj sa më shumë libra nga ty. Faleminderit shumë. Cilta direkte pas Heidit. Jo rastësi, domethënë nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Të ndodhte ndryshe s'kishte se si, do thonte Kadareja, po me që jemi dhe te panairi i librit. Si duket këtë vit panairi? Më duket që ka më shumë njerëz dhe më gëzon shumë. Më gëzon sepse më jep një lloj shprese që rinia lexon, rinia e do librin dhe në moment që ti do librin, do dijen, do të ardhmen dhe do dhe zhvillimin. A bën dhurata libra ti? Bëj, po vetëm për njerëzit që i njoh shumë mirë që mund t'ju adish shijet. Pra, mendoj që libri është pak si parfumi, është shumë personale shija librit dhe perceptimi që ti mund të pëlqesh një libër tjetër, një zhanër tjetër dhe jo çdo gjë që pëlqej unë mund të jetë e mirë dhe për ty. A ja bën nusja Vjerës dhurat një libër dhe çfarë libri? Modestisht do thoja që vjera ime është enciklopedi librash. Kështu që është e vështirë që ti bësh një libër dhuratë, asaj të gjithmonë e kundërta. Unë marr nga biblioteka sa gjithmonë për të lexuar libra dhe akoma nuk kam mbaruar as çerekun e bibliotekës së saj për ta lexuar. Një nga librat e fundit që po i merja ishin të Kadares.
kishte koleksionin e Kadares original që ishte një dhuratë na vet Kadareja, kisha dëshirë pikërisht të lexoja një libër me mbishkrimin e tij dhe ky ishte libri i fundit që i mora. Kam ndërmend me ble libër në lidhje me bisedat letrare që kemi në shkollë. Edhe një specifik. Po, Iliada. Po ti, Hamletin. qa libra do blini sot? Do blim një libër për provimet e lirimit, për ushtrime. Ke ardhur me ndonjë libër, do me thonë me ndonjë ide të qartë? Po, e bleva. E bleve? Po, e bleva. Një ndër figurat e tjera që gjeta në panairin e librit është Bujar Kafexhiu, i cili ka ardhur me botimin e tij të ri, Steferi i Tiranës. Për çfarë flet ky? Ky është një figurë shumë popullore në Tiranë dhe ka qenë një njeri pa shkollë për një aftësi gjeniale që në moment krijonte 4 vargje me rrim për çdo karakteristikë. Çfarëdo njeri që kishte dëshirë të dinte për karakterin e vet një poezi, atëherë ai ja bënte menjëherë. Kryeministri Edi Rama është një nga miqtë e juaj të vjetër dhe doja të dija ka ardhur t'ju vizitojnë në panair? Problemi është nga miqtë e hershëm, ose siç e quhet unë kam qejf ta quaj miqtë e ka hershëm, dhe a ka ardhur as ka ardhur këtu unë nuk e di, por këtu përpara meje në pavionin tim nuk ka kaluar akoma. Po them se do të vijë, do ishte me interes, po ai është shumë pasionant mbas librit, aq më tepër që shkruan edhe vet. Me shumë dashuri i kam shkruar poezinë. Unë edhe kur kritikoj, edhe kur bëj humor, gjithmonë e bëj me shumë dashuri, duke mos e fyer me humorin që nuk denigron, po që e ruan figurën, e ruan etikën, natyrisht bëj vërejtjet e mia që personazhi të marri mesazhin tim, por mundësisht edhe të buzëqesh. Unë përgjithësi jam shumë tek poezit, jo tek për shembull këto novelat. Shqiptare apo të huaj? Shko shqiptar, domethënë Ismail Kadareja të drejtërua golli pak më shumë. Do ta filloj në sulm direkt. Në sulm po. Cili nga deputetët shqiptar ka më shumë nevojë për të lexuar? Më keq ta them, po 90% e tyre. 90% po shumë. Flas për ato që kam takuar unë, që kam qenë punuar kolegë që kam punuar unë, tash ky më duket A thua një emër? Ky më duket se është dhe më keq akoma. Kam hezituar shumë nëse duhet ta botoj birin apo jo. E shkrova, edhe kur e kam shkruar kam hezituar, po sidomos kur e kam botuar për herë të parë në 2020 kam hezituar. A kam unë të drejtë t'ia ngarkoj dhimbjen time edhe lexuesit? Po në fakt, po të mos e botoja, unë bëja një pabesi, pra unë nuk isha e sinqert me lexuesin. Cila është një nga frazat e librit Biri, e cila ti do ta mbash mend gjithmonë dhe do godasi njësoj sa herë që ti ta lexosh? Nëse e sheh me lup errësirën, prapë errësirë do të shohësh edhe më të thellë. Kështu që kjo ka qenë një farë mënyrë edhe ajo po them projeksioni im mbi dhimbjen që s'duhet parë me lup, po duhet parë me dritë. Dhe u propoqa shpresoj ta shoh me dritë. Ke vlerë për fëmijë? Po. Po të vetë qa zhanëri të pëlqen? Me të ndrejtë nuk lexoj shumë, më të gënjej ka. Do mos thuash herën e fundit që ke lexuar një libër? Të librat e vajzave lexoj ngaherë. Ku të gjeta unë të këtu tani? Sipas ka ardhur vetëm sot. Ku i ke gocat e gratë e tjera? Po, shiko, Ema kishte qenë dje pas dite edhe për një aktivitet që ishte te panairu, takuam, ajo na referoi librat edhe gocat gjithashtu kishin planet e tyre. Frym të vdekura nga Gogoli, It's My Time, që është Flora Skëndo, autorja që besoj është një manifest që gjitha gratë bëjnë mirë ta lexojnë dhe është në anglisht. Ky është një libër që ka dashuri brenda dhe unë kam nevojë të lexoj pak emocione dashurie këtë kohë. Edhe Anë, prit, rriçi ka të sishte ky muhabet e dashurisë. do ta them të martën te gocat e gra. Çdo të riu i them, nëse duan ta shijojnë jetën në të gjithë dimensionet e veta, lexojnë sa më shumë libra. Po të Heidit. Jo, nuk e kam lexuar ta të blesh? Heidit, me shumë qejf dhe abdia edhe Heidit. Përshëndesim Heidin. Po, patjetër që po. Nuk mund të nxjerrësh një libër sot për nesër dhe dalësh me një kështu. Po thua që problemi i librave shqiptarë është se nxirren sot për nesër dhe hajta shesin?
atje, çfarë librash ke bler sot? Unë kam bler libra nga letërsia për fëmijë, e shkruaj vetë letërsinë për fëmijë dhe unë kam 2 libra këtu. Do na i tregosh pak? Unë për momentin nuk I kam këtu. Nuk I ke bler? Ja, janë librat e mi që I kam shkruar unë dhe I kam në këto 2 stenda. Do blesh në një libër të tjerë? Unë kam bler shumë libra, sepse jam që nga dita parë edhe deri nesër që bëhet promovimi I librit. Po nëse jeta juaj do ishte një zhanër libri, cili do ishte? Do t'ishte pralla. Pralla. Perla dhe dreri I art është kaq I bukur që në faqen e tij të parë që në kopertinë dhe e ka kombinuar kaq bukur Elia Zaharia. Kënaqësi që të kam këtu pjesë të kësaj interviste dhe doja të dija çfarë prek ky libër. Faleminderit për mundësinë. Librin unë kam shkruar me shumë dashuri dhe me po të njëjtën dashuri jam kujdesur edhe për pjesën e ilustrimeve me një bashkëpunëtore shumë të talentuar, me Lisën e cila I ka realizuar mrekullisht. Është një libër për fëmijë, sigurisht si gjithë librat për fëmijë ka mesazhe të cilat uroj që t'i flasin fëmijëve. Janë mesazhe që mua më pëlqen t'i jap midis rreshtave në mënyrë që mos I bëhet fëmijëve moral, se është shumë e vështirë ta përqafojnë nëse I jepet në mënyrë të drejtë për drejtë, domethënë ka specifikat e veta libri për fëmijë. A zgjon kjo pak fëmijën tënd nga brenda? Sigurisht janë ndjesi të mia, unë nuk jam shkëputur asnjëherë nga pjesa e prallave, e fëmirisë. Duke u bazuar pak nga kopertina dhe nga aq sa unë mund të lexoj. Se zakonisht mos e gjykoj librin nga kopertina, po unë po e gjykoj këtë herë dhe po të pyes. Perla dhe dreri I art. Perla në këtë rast I bie thjesht ti. Perla përfaqëson shpirtin e lirë, një vajzë e cila nuk do t'i këmbej kurrë lumturitë e vërteta të jetës, që kanë të bëjnë me gjëra që nuk blihen, me gjëra thelbësore, siç janë dashuria për familjen, për njerëzit, për natyrën, me gjëra materiale me të cilat kjo prallë dhe personazhet e kësaj pralle do përpiqen që ta joshin në këtë botën materialiste tashmë. Ndaj mendoj që ka mesazhe të duhura. A do t'ia sugjeroj edhe të rriturve ta lexonin këtë libër për të marrë kaq shumë vlera sa ka këtu brenda? Mendoj që edhe ne prindrit, se unë jam mami vet, kur lexojmë pralla fëmijëve, diçka e mbajmë edhe tek vetja jonë, dhe marrim edhe ne patjetër, sepse janë aq të bukura prallat, edhe sidomos kur janë të realizuara mirë, bëhen pjesë e rrugtimit tonë. Kush është një nga prallat që ti tregon? Princi I vogël, për shembull, është një nga prallat e mia të preferuara, por që vajza ime është ende e vogël për ta kuptuar metaforën e asaj pralle. Po të ishte jeta juaj për shembull një libër, do me thënë në prallën e kujt do doni të ishte? Doja të isha te Elsa. Edhe unë bashkë me ta. Jana dhe Elsa? Po. Shife kë gjeta këtu. Dhe si mund mos të gjeja unë të këtu sot? Zemër sa e bukur jeti dhe ta për. Si Eldri? Mirë si jeti, si po shkëm. Qa libër bleve sot? Rita Petro Vrima, pse nuk e kisha unë këta? Si nuk e kisha ti këta? Ke marrë ndonjë libër që flet për dashurin? Kjo, për rallat e të dashuruarve marrëzisht. Për rallat e të dashuruarve marrëzisht. Je dashuruar marrëzisht momentalisht? Kur të shkruaj librin tim, do e zbuloni aty. Do kemi një libër nga Dea, kjo ishte akoma më... Po patjetër do kemi. Jo, unë kam nisur, unë shkruaj shumë, në fakt shkruaj shumë poezi, po nuk kam guximin t'i botoj asnjëherë. Më duket se qënë ka e dashuruar. Nga rrethi 4 orë, çfarë libri do t'i sugjeroje secilit prej kolegëve të tu? Atyre që lexojnë, Po, sigurisht. O pra, prit, kush nuk lexon ka aty? Manes do t'i sugjeroj një abetare, për shembull. Një abetare. Rizarta është mirë Rizarta është inxhiniere e fortë dhe ka logjik. Mania s'ka aq logjik sa Rizarta. Unë mendoj se do isha te Terrorizi dhe Mirdati te Rizarta. Rizarta e shikon jetën pak edhe në drejtimin që nuk drejtohet kështu siç duket, po e shikon si iceberg, po. Po me lajmet? Mila ime shumë si përvajsor, që BBC, nga këto librat e... Pati shokut... Po pornografin mund të jep një... Do më thua është 3 cilësi që duhet të ketë dhëndri ideal. Po të ketë një ekuilibër fizik dhe mendor të mirë,
Të jetë besnik në familje, të mos e prish kur familjen në çfarë do dhe shkaku dhe rrethane. Të jetë dhe në qiki muhabetit kur të ri me mua të më jap ndonjë gotë raki që mos më mërzit. Bie dakord me kriteret e dhëndrit që tha babi? Që unë mendoj se të përmbledh vetëm me një fjali dhe unë them tjetë sa gjysmë me babit tim do ishte perfekt. Do kisha shumë këshilla për meshkujt përveç librave, po qëndroj te libra. Te libri dhe më Sot po qëndroj këtu. Ata do të ngacmoj unë. Të lexojnë sa më shumë edhe të bëhen më humble, sepse libri mendoj se të bën më të zgjuar dhe në momentin që jemi zgjuar e ke pak më të lehtë që të kesh një femër në krah. Pra, përqindja më e madhe janë budallën tek ne. Do thoja janë dy libra konspiracionist. Njëri është Mbuz në Angli, i William Joyce dhe Armiku i Evropës. Armiku i Evropës. Po, për këta që vinë vetëm për foto këtu, këta të rinjt, kupton? Për gjithë. Të rinjt le të vinë për foto, bile unë do i rekomandoja që të bajnë edhe dashuri. Këtu. Këtë se prite, Jo. Në këtë libër gjejmë një udhtim të një inspektore policie në për korridoret e burgjeve, të një drejtori burgu, të një shefi policie, mënyrën se duket si tabu burgu, po unë për vete time do ta quaja një shkollë, një edukim të brezit edhe kur gabojmë, ne jemi aty, edhe një kritik për prindrit, e kisha këtë libër, që mos t'i braktisin në gabimin e parë, se aty ishte fillon investimi për ditën e nesme. Them që si vjet kam shitur më shumë se vitet e tjera, dhe temat i kam sociale dhe jam e vetmi autore me uniformë policie, që tregoj që dhe ne të uniformës kemi shpirt brenda, artisti. Libra psikologjik më pëlqen. Do tregosh të autorin e preferuar? Scott Peck. Shqiptar. Më pëlqen në përgjithësi autorët e huaj, më shumë kam lexuar autorët huaj. Vitet e fundit të themi. Ja tash i mendim për këta të rinj shqiptar që vinë këtu në Panajër për të bërë xhiro më shumë, nuk po blejnë libra. Unë kam përshtypjen që edhe të rinjt i pëlqejnë librat. Sa i radhë romane bleva. Gruaja e doktorit, Daniel Hurst. Këtë do lexosh të pari. Këtë do lexoj. Grua me doktor. Po me që jam edhe vetë grua doktori. Sa mirë. Kush shkrimtar do doje ti të ta shkruante jetën? Pyetje pak e vështirë, por duhet të ringjallim Kadaren. Duhet të ringjallim Kadaren. She's on air. Neda me zi të morë, me zi të kapën nuk po të lëshonin njerëzit. Basa kam lënë dhe unë një qikë vëndmi se gotë e mirë, ke parasysh edhe vinë, bëjnë. Po, dhe të duash të bësh e keqe, ti nuk dukesh e keqe, a? Bësaka, jam realiste, mallëngjyre dhe emocionuar. Një nga gjërat që kanë ngelur në mendje ishte që nuk e prisja nga ty që shkruaje një libër me trap brenda. Po i thash shiko se arti nuk gjykohet, letërsia ashtu më erdhi çast e mund edhe e dita dhe unë prandaj do ta blej sido që të vijmë, tha unë do i blej gjithmonë. Çdo gjë që ti do shkruash sepse atë vlerësoj shumë. Dhe sigurisht ka qenë gjë shumë e bukur, shumë e bukur për mua. Ka pasur më shumë të reja që janë drejtuar drejt librit apo ka pasur nga gjitha moshat? Ka pasur nga gjitha moshat, po më lër të heq veçmas përshtypje që më kanë bërë çifte që kanë ardhur për të marrë i dashur të jenë një trap dhe vajza të reja që do ja dhuronin të dashurit. Po këtë e vura re dhe unë? Po, e vura re. Zanta i komenti, e po e marrë për dashurit. Ndonjëherë e keqja na bën të duket sikur është më e shumtë sepse është më e zhurmshme. Dhe e mira unë mendoj që vjen gjithmonë më e heshtur. Me kalimin e viteve është një diferencë që unë kam arritur ta mësoj dhe ta bëj. Dhe një e mirë që mund të më vi nuk krahasohet dhe më prek edhe më ndikon më shumë se sa 100 të këqija që mund të vinë. Dhe kjo mendoj që është një edukim edhe është një gjë që unë kam mësuar me vitet. Është një edukim që e kanë bërë njerëzit, jam shumë mirënjohëse për dashurinë e gjithë këtyre viteve dhe shpresoj shumë që ta ke merituar edhe të vazhdoj ta meritoj për aq kohë sa kam fuqi dhe do kem dëshirë të më ndjekin edhe të ndjekin punën time. Po pse ke vendosur
pjesën plus 18 tek kopertina. Ai ka qenë vendimi i idealit tim të madh. I cili më kërkoi të lexoja pasazhet të librit, e bëra. Pastaj ndalova një sekondë, thashë nuk mund të lexoj më shumë se janë eksplicite dhe nuk janë për moshën tënde. Atëherë më tha, "Ma, ti duhet vesh 18 plus aty, sepse në radh parë njerëzit duhet ta dinë që nuk është për një moshë caktuar, dhe dyta do ti që tha mundet të shesësh më shumë." Kështu që unë kam bërë një diskutim me shtëpinë botuese. Po, unë kam bërë një diskutim me shtëpinë botuese pikërisht për 18 plusin, por vura veto si autore se thash, jo, ishte një ide që më dha djali edhe dua shumë që tjetë aty pikërisht sepse ishte mendimi i tij. Si do ta përshkruajeni dën tani në këtë momente me një fjalë? Pyetje shumë e bukur. Mendoj që, nuk do ta them me një fjalë, por do ta them me një fjali. Mendoj që është koha ime ku unë kam qenë më shumë vetja se kur. Më thash autorin e preferuar? Ja do marr sot të Nedës për shembull. Të Nedës, ke gjuar shumë për të? Pak, tani ka dalë. Ma tregosh kur ta blesh? Ku do jesh, ku do të tregoj këtu? Po do ta tregoj. Ndodhem këtu me Mozën dhe me Kevin, me mamin dhe vllajën e Ilnisa Agollit. Në fakt një kënaqësi shumë e madhe, doja ta filloja direkt ku e keni Ilnisën sot. Ilnisa është në New York. Mos, si e humbi librin? Shiko, kam përshtypjen që ky panajir e humbi, ajo që panajirin e vitit që vjen të vi me një botim të vetin. Sa do të pyesja, kur do na vi Ilnisa me një botim të vetin? Besoj se shumë shpejt, se gati janë. Si po ju duket atmosfera sot këtu? Shiko, sa herë që bëhet fjalë për librin, është një energji e jashtëzakonshme. Kështu që kemi evente të tilla në Tiranë dhe shqyr që afrohet publiku me librin sepse është një nevojë e jashtëzakonshme. Shumë bukur. Çfarë këshille do t'i japim të rinjve ne? Po përveç se të lexojnë, edhe ta kuptojnë çfarë lexojnë. Pse ka qenë mërzitur sot në panajirin e librit? Jo, nuk kam e mërzitur. Se ke gjetur librin akoma që do? Jo. Përkundrazi, libri më jep adrenalin të mirë. Sepse libri mbetet arma më e fuqishme, besoj, dhe nuk ka zëvendjen askush tjetër. Cilin libër po kërkon sot? Unë jam kryesisht e klasikët. Ata më pëlqejnë dhe ata do marr. Dhe do marr sot Idiotin e Dostojevskit. Shumë e bukur. Do ja sugjeroje tjetër Ilnisës në një libër që duhet ta lexoj patjetër? Besoj se Ilnisa është njësh me librin. A është kusht që nusja jote e ardhshme të jetë e lexuar patjetër? Dëgjoj, kusht nuk është. Nëse ajo do ta ketë, do jetë një gjë shumë pozitive për djalin tim që e do librin. Në të kundër pasaj zgjedhjen e bën vetë ai. Po për ty? Po, shiko, mirë do ishte se të kemi çfarë flasim, jo vetëm duke qenë se jemi dera gollësh, do merremi me librat e Dritorit. Duhet patjetër që nusja e ardhshme e Kevit të ketë lexuar librat e Dritorit. Dhe me këtë lloj mesazhi hapim audicionet si fillim dhe ju po u themi përshëndesim dhe Ilnisën që është në New York. Duket sot atmosfera në panajirin e librit? Ajo që është e veçantë dhe unë do ta vlerësoja shumë është fakti që ka shumë nxënës dhe student që po e vizitojnë panajirin, që duhet jenë edhe kontingjenti më aktiv i lexuesve, jo vetëm i lexuesve të romaneve ose librave artistik, po edhe librave të tjerë që janë libra shkencor, libra studimor, libra akademik, gjë që besoj i afron shumë me librin. Nga ana tjetër vlerësoj edhe shumë faktin që një pjesë e madhe e shpive botuese kanë dhe një libër shumë të mirë për fëmijë. Çfarë mund të jetë një frazë ngacmuese që mund na japësh nga libri yt në mënyrë që të tërhiqet më shumë publiku? Çfarë është diçka që do godista? Libri im i dedikohet sekreteve të suksesit në biznes, ku janë biznesmenët më të njohur të botës. Asnjëherë një biznes nuk ka sukses kur fillohet me idenë që do bëhesh shpejt i pasur. A mund bëhet çdo lexues i këtij libri i suksesshëm? Po natyrisht mund të marrë shumë element që të çojnë drejt suksesit nga eksperienca e tyre, dhe nëse ka edhe vendosmërinë e dur edhe idenë geniale, natyrisht që bëhet i suksesshëm. Perfekt. Profesor, do më tregosh pak çfarë librash ke bler?
Unë në fakt kam marrë vetëm libra të dashamirësve, si thonë. Po jo se kam marrë libra, unë do vi ditë tjetër që do marrë libra kështu të përzjedhur me shije. Tu ke bërë qoka, do me thënë. Qoka. Kështu që Mirë, ti vetë çfarë zhanri të pëlqen? nuk është se kam një preferencë shumë të kufizuar, mundohem nga gjitha shijet mima. Jam atë parimin e mozaikut, çado që tjetë, çado lloj zhanri, gjithçka e ka një gjurmë që ta lën në Po autori preferuar jo? klasike si gjithmonë. Shqiptar apo të huaj? Të huajt përgjithsisht, po edhe shqiptar, sidomos kasta e rilindjes, shqiptarët e rilindjes, jo këta të politikës, rilindjes. Që po të rrisin profesor, ishe me nxënës? Me nxënës, por është një pjesë është hera parë që vim, dhe thjesht të njihen pak a shumë e panajinës. Mirë, çfarë i sugjeron nxënësve të tu? Po përgjithsisht letërsi për fëmijë, nuk është se mund t'i trazoj më shumë se kaq, si thonë. Çunat, çfarë libra keni bler? Çfarë libri ke bler ti? Po, çfarë ke bler? Në ndjekje të vampirëve. Do ta lexosh? Po. Po ti tjetri çfarë ke bler? Au çes kam bler për tash. S'ke bler. Po kërkoj. Po ti goca, kam bler këtë librin. Do ta lexosh? Po. Cili është autori jot i preferuar? Naim Frashëri. E rëndësishme është që frekuentohet. Pra, kjo është hapi i parë, frekuentimi. Për sa kohë vjen frekuentimi dhe pjesa se si të tjerët veprojnë, apo se si edhe shoqëria europiane vepron, mendoj se edhe të rinë tanë shqiptar, do t'jemi optimist, do të bëjmë po të njëjtën zgjedhje. Të ngacmoj pakun? Si duket këtë vit panajiri? Çik buskuq pak. Shumë e bukur je. Po panajiri si më duket këtë vit? Si do ta vlerësoje? Unë sapo kam ardhur kam një orë, jam në tendën e Onufrit për të diskutuar dhe diskutova për librin e Gabrielës. Gabriela Mujo. Dhe Mujaj, Gabriela, i dashuri im zdruktar. I dashtuni im zdruktar. Po, është i shkruar me shumë devocion, sepse kjo autore është dhe besuese. Si mendon ti, është më thjesht të shkruash një libër apo ta shesësh një libër? As mendoj fare për këto gjëra. Po tani. Ku e gjen ti vështirësinë më të madhe për shembull? Po, nuk jetoj nga mund të bjerë ndonjëherë mendja. Të shkruash është gjë shumë e bukur, të shesësh është punë. Po mirë, nga 1 te 10, si është ky panajiri këtë vit? Nuk merrem me numra, merrem me fjalë. Po me fjalë? I këndshëm është shumë. Këndshëm. She's on air. Sa bukur të kapa këtu. Po. Të kapa shumë bukur. Po. Se në Shizoner nuk na erdhe, po unë do të të kapja. Në Top Albania Radio. Ta zvi sepse më shoka po. Nuk kam gjithmonë aq i lirë. Pse e tërhequr nga kjo bota e televizionit e këtyre intervistave? Jam tërhequr sepse kam një me autizëm. Dhe ime shoqe piktore me shumë talent dhe ilustratore librash me shumë talent, po qitor nga gjitha, nga vetvetja, që të rri me djalin në shtëpi. Edhe unë s'mund tani të shkoj në shumë rrjete televizive, dalë në kohë që ajo është vetëm atë djalin dhe djali ka njerë bëti dhunshëm. Kështu që unë tani shkruaj më pak dhe thuj se nuk dalë në për televizore, që ka me që bërë. Unë respektoj pafund këtë vendim tëndin dhe është kënaqësia ime më e madhe që unë arrita të kapja këtu mes librave dhe fëmijëve. Unë ndëroj të bëj një emision me këto fjalët, po ta bëj kështu, që të dhëmbë atyre. Emisionin do fillon të kështu. E kam bërë me studentët e mi. Më thonë një fjalë tuaja, çfarë? Kur njëra më përsëri 2-3 fjalë kështu, unë ja bëra. Ata dinë që më rë, ja bëra unë. Si masja, ke bërë maçokun? Gjërë thonë dhe... Edhe tash të bëj një gjë tillë ku sa hapet kjo, dalë surrati im, unë ja bëj. Tani rrugës shkruan do të shkoj, të pa njërë, o profesor, kështë ti të libra, na jep një kopje. Se ishte kumla, hajde kumla,
Po, të paktën atëherë kërkoheshin si kumblla sot apo kërkohen kaq shumë? Po ka, marrin vesh i daltonë, gjithë komshit do nga i letër, nga i shumë. Aja, s'ka kuptim. Shumë faleminderit, ishte kënaqësia ime. Më inqizove, më filmove. Ma filloj emrin tënd të bukur? Ina Pashollari. Ina. Qa emri ke? Ina? Pa mos më meni natë. Unë si kam bojë poemë Enverozhës, ku duhet të bëj poezi, Enverozhës, qa erotike të bëjë, a ishte omë. Unë si jam omë, s'kam gjë kundër omëve. Po në këtë fazë të jetës tuaj, çfarë poezie do shkruanit? Çfarë të frymëzon për të shkruar në këtë fazë të jetës tuaj? Që jam tash këtu? Përgjithësi. Pa përgjithësi bëjmë veçanti. Në veçanti, po në veçanti. Mjaft tash. Që të këllojnë gjitha zonjat të kërkojnë veçantin. Kur të shkojnë shtëpi edhe me shojnë, bëjë dhe më një, e më ime, ja e zauruar. Nëna ime kishte lexuar shumë libra. Bëri 3 djemë. Donte gocë, bënte gocë, ditë dhe djalë. Dhe ajo më flisë, nuk të konta pralla me mbretë e kështu. Ajo më gatoi mu me idenë e dashurisë për femër, jo të trupit për të shpirtit. Këta e trashëgova unë, dhe kjo më kushtoi rënd, se sa dhe femrat donin të vinin në mua, nuk më gjallë, nuk më rrifte zemra, unë nuk shkoja. Shokët e mi, qa po? Shio, jo nuk i boja poezia atyre. Ne vim nga një shkollë në Lezhë, që quhet Regacionistët e gjimnastit. Kemi ardhur nga Lezhë këtu për të blerë libri. Kemi ardhur më shumë për arsye edukative, që kemi blerë libra dhe do i shpërndajmë te klasa, që të lexojmë të gjithë, edhe mësojmë diçka të paktën nga leximi i këtyre librave. Do më tregoni zhanrin tuaj të preferuar? Mu pëlqen fantashkenca më shumë. Nuk ka se kam ndonjë zhanër specifike, po më pëlqen më shumë poezitë e Mixhenit. Duroni libra ju? Po, sigurisht, se është një dhuratë që mund zgjas për shumë vite në raftin e dikujt, edhe ai mund ta lexojnë disa herë dhe mund t'i rikujtohen kujtimet e dikurshme kur ka qenë i vogël. Që i vogël, gjithmonë për vitrim si të prindrit nga një enciklopedi dhe lexosha, pastaj kam filluar duke sjellë romane, tekste ndryshme. Më tregoni librin e fundit që keni lexuar? Kam lexuar Harry Potterin. Dhe Djemt e Rrugës Palmës. Miku më i mirë i secilit për nesh duhet jetë libri. Unë vazhdoj të shkruaj akoma. Nuk lexoj shumë shpesh, sepse koha është shumë e zënë me projekte, me shfaqje etj. Por nëse do të zgjidhja do konti më të lirë është libri. Dhe këtë ja u sugjeroj të gjithëve, flas shumë shpesh edhe me djalin tim, që miku i tim më i mirë duhet jetë libri. Mua do të pëlqejnë gjithë librat që kanë brenda romancën, një libër ku me të tjetë një libër i vërtet, jo i trilluar, pra mos ketë shumë fantazi, edhe të më preki. I dua librat që brenda të jenë të fortë, të fuqishëm, me mesazhe të forta. Kështu që dhe sa herë që kaloj këtu, po dhe sot, me të tërë ata që u takova, gjëja e parë që ju thash, më sugjeroni një libër që të ketë një mesazh të fortë. Pjesa e realizmit, kam lexuar shumë Dostojevskin, Tolstojin. Autorët e huaj më shumë të pëlqejnë. Po, edhe shqiptar më shumë, përse kam lexuar shumë, po vetëm Kadarena dhe Mixhenin. Cili të pëlqen më shumë nga librat e Kadares? Artan Fuga e gjetën tani me ndëshkimi i dytë i Evës. Cili ishte ky ndëshkimi i dytë i Evës, se të parin të gjithë e dim? Pa ishte sekreti i librit, po në qoftë se mund ta them për Top Channel, se unë si mbaj Top Channel as si sekret, ndëshkimi i dytë është se s'kishte ndëshkim të pak. Nuk është edhe shumë i dobët nga pikpamja e volumit, ka një volum, tregon që unë kundër atij paragjykimi që thot apo do të thot se të rinjt lexojnë, se të janë pa interesuar, se s'ka publik shqiptar etj, unë kam besimin se ka. Përndryshe nuk do ta kisha shkruar. Ndalemi pak tek të rinj dhe rrjetet sociale. Sa ka ndikuar ChatGPT-ja në për shkolla, në për detyrat që bëjnë? Unë nuk jam dakord me ato që në për shkolla të mesme apo dhe në universitet kanë filluar drejtorët dhe burokracia, madje dhe pedagogë që kanë frikë kur ChatGPT-ja është në dorën e studentëve, të nxënësve, se thon kopjojnë, ku shkoi tash ti puna krijuese në studentit, si të gjejmë që cilët janë dijet. Jo, unë mendoj
Dhe unë për veten time i them studentëve, do bëjmë provim tani, përdorni telefonin, përdorni ChatGPT-n, dhe ata shpeshherë më thonë, jo kështu se është shumë e vështirë. Që të thotë ChatGPT-a, po s'bëre pyetjen e mirë, po se orientove mirë, po s'bëre ato quhen prompte. Pra po s'mësove se si ta përdorësh, që kërkon një kulturë, ajo nuk vlen për asgjë, ajo të gënjen. Arrini ta dalloni në momentin që nxënësi ka përdorur ChatGPT. Sa katra ke vënë ti për shembull? Sa nxënës ke ngelur? Nuk e di sepse unë në vjesht kur janë për të marrë ata që kanë ngelur në vjesht, zakonisht nuk shkojnë provim të vjeshtës. Bëj sigur kam një punë që Pra pas ke shumë. Me zgjidh librave, gjeta dhe inisionin dhe kënaqësi shumë e madhe ta takoj nga afër. Si fillim do të bëja vetëm një pyetje, sa e lidhur je ti me librin? Personalisht kam qenë gjithë jetën e lidhur me librin për shkak të edhe të profesionit, në të cilin mua më duhet her pas here të shpletoj. Ndaj mendoj që pavarësisht teknologjisë, kohës që ndryshojnë, inteligjenca artificiale, libri ka peshën, ka një peshë shumë të rëndësishme do të thoja, ku do të jetë gjithmonë ajo lidhja njerëzore midis personazheve dhe vetë njeriut. Që kështu do të thoja që libri ka një vend shumë të rëndësishëm tek unë. Te Panajiri i Prishtinës kemi, mu duket që ka ma pak lexues ndoshta ose më pak njerëz që vinë me blej votimet tona, ndërsa në Panajirin e Tiranës kemi më shumë njerëz, kemi edhe shumë të interesuar. Për mua si botuese nuk është e rëndësishme në fakt të bëj një bilanc shitjesh dhe të shoh sa me humbje apo me fitim jam nga viti kaluar. E rëndësishme gjithashtu është sa vizitor kam në stand, sa të rinj ose fëmijë voglush vinë dhe vizitojnë standën, kanë dëshirë të jenë pranë autorit të tyre të preferuar, të marrin mendime për librin e dashur që ata mund të kenë ndërduar. Panajiri i librit nuk është vetëm një proces shitje dhe blerje. Panajiri i librit gjithashtu është një magji, është një festë, duhet trajtuar si i tillë, është një shtëpi e ngrohtë siç ne e kemi bërë këtu, ku çdo lexues të ndihet si në shtëpinë e tij, të diskutojmë jo vetëm për librin, për artin, për muzikën, për shkrimin dhe për gjithë sfidat me të cilat shoqëria shqiptare sot përballet.